Më thuaj pak ti vetë u ktheve në Velipoj për t'jetuar. Po. Ku e njohë bashkëshortin? E kam njohur, ma prezantoi kushiri im rastësisht. Në fakt ai kishte menduar, kishte shkuar, kishte takuar burrin tim. Që ka bë plane pra pasken gjatë gjithë kohës? Edhe na ftun për dalë për i kafe kështu. Më thonë, "Pa, dalim me kushire kështu." Isore. Po. Edhe po rinim shumë, ishim kafe dhe isha unë me motrën, kushiri me kushirin e vet edhe me burrin tim, sepse unë kam edhe kushirin kunat. Kushirë të largët, po është kunat, do të thënë është nusja e vllajt burrit. Jemi 2 kushira të martuar në një familje. Me 2 vlezër. Po. Edhe një pikë kësaj kushire se kishte i dëruar gjithë gjën. Edhe më thot ky kushirin, merr motrën time me kushirin, a dalim ne çik te? Aty, o zot, thash ç'është kjo gjë se. Pra ishte planifikuar e gjitha që ju të violinin vetëm, Po, dhe ishte shumë e sikletshme. Por që ishte zanafille e bukur dhe sot jam shumë e lumtur sepse kam një njeri shumë të mirë për krah. Kam një njeri që më mbështet në çdo gjë. Ne themi me njëri tjetrin jemi shok nga të parë, pastaj jemi burrë dhe grua. Punoni, keni profesione? Po. Kemi dhe një djalë 2 vjeç e gjysmë, që ka qenë glauk. Asa e më e bukur. Po, donim një emër shqiptar dhe donim një emër që dhe tingëllon të bukur. Dhe gjithmonë glauk nga pas pëlqyer, fakt një emër shumë i bukur i lirë. Po, i lirë. Shumë nga familjarët tonë nuk e njihnin, edhe na thonë, "Ç'është ky emër? Se kemi dëgjuar asnjëherë." Vjera ime nuk ja thot dot asot emrin. Si e tret? Nguli. Shiko, si të dukur u ktheve në Velipoj? Në jetë komplet tjetër, normalisht. Shiko, më merrte burri për dalë për kafe çdo mëngjes. Thoshte hajde dalim pim kafe bashkë. Edhe e ndjente që më mungonte ajo shoqëria, puna gjithë ato. Edhe më thoshin mua, sa xhelose je ti bën aty. Ti as deri te dyqani bukës se le shkoj vete. Ndërkohë që ai sa herë që dilte nga shtëpia, kishte mundësi që të më merrte me vete, më merrte me idenë që hajde dhe ti dalësh. Pastaj ne u zhvendosëm në Shkodër, sepse shtëpinë tonë shtëpinë që kishte bler burri, kishte bërë gati, kishim në Shkodër. Këtu ishte shtëpia që jetonte bashkë me vllajin edhe me familjen e vllajt, kështu që u zhvendosëm në Shkodër dhe normalisht dhe Shkodra është shumë e bukur, por nuk ka lidhje me Tiranën. Tani burri s'argumenton dot as me ty se ti të protestoke. E di qa më thonë këtu, qa heq këtë shtëpia me ty, ta dini qa heq unë. Po në Shkodër qa thanë aty në komunitet, në lagje? Na kanë përgëzuar gjithë dhe na kanë mbështetur gjithë. Vazhdoni, rezistoni, mos u dorëzoni. Kush ka qenë protestuesja më e vjetër në protest? Ka qenë tezja burrit tim. Ka qenë Vitore, ne thrasim Tole. Unë i them teze Tolja. Ajo është po prap banuese këtu në Rjollë dhe preket pastaj është brenda 13 fiseve të pylla Rjollës, dhe normalisht preken edhe ata dhe ka ardhur dhe madje ka qenë shumë ditën që kanë arrestu burrin tim. Po e ka parë sepse burri ka bërë rezistencë shumë anë ditë policisë. Unë nuk bërë rezistencë, kur më thënë do vish shoqëror, do vish apo të vim të marrim vi vetit e mund, sepse e parë nuk dua të krijoj atë situatën tensioni kot, dhe dyta di që po rezistova unë, ata do marrin me zor, do sulen gjithë pastaj dhe nuk dua ta krijoj këtë situatë. Merrin polici vi, s'kam bërë një gjë, jam shumë e qetë, se nuk kam bërë asgjë të palishme. Protesta është drejt kushtetuese çdo qytetari shqiptar dhe duhet respektuar pak më shumë se ç'po respektojnë këta këtu. Kur ka bërë shtëpinë kunati im, ka shku te plaka Matusheve, ka qenë një zonjë më e vjetra atyre. Tani unë nuk i njoh ata, po që kam dëgjuar. Si që takon edhe zakonit, që takohet më e vjetra. Po, dhe i ka thënë duhet bëj shtëpinë e djalit, ama jep halallin dhe plaka i ka thënë e ke me halal dhe stër halal, sepse kur ju keni ardhur fillimisht këtu, ju kena futnen tokën tonë dhe ju e keni bler atë tokën. Nuk është se erdhët dhe zaptut, dhe domethënë kështu që ju keni qenë tokën tuaj këtu, ka thënë, dhe absolutisht që e keni halal. Kishim postuar një foto, i ndalohet kthimi në Itali, sepse është në nënhetim për plagosit rënd në dashje. A të ka ndodhur kjo? Unë jam në nënhetim, por nuk është më shton që më është ndaluar të iki nga Shqipëria. Ndoshta duke qenë në nënhetim por nuk më shton as dokument që jam ndaluar. Burri im ka qenë 3 ditë në polici, ka dalë par dje para gjykatës. Gjykata ka vendosur që nuk ka të drejtë të vitë kantieri dhe ka vendosur që ka 2 herë detyrim paraqitje prokurorit. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.